Mes pamjeve ku shihej se si digjej pallati, banorët dhe dëshmitarët pranë vendngjarjes ishin të tronditur, duke parë me lot në sy mundin e tyre teksa shkrumbohej nga flakët. Në heshtje dhe dhimbje, ata përjetonin një skenë që dukej e pabesueshme, por që po ndodhte para syve të tyre. Mes kujtimeve që përfshin sakrifica të mëdha, kredi të gjata dhe vite pune për të blerë një apartament, banorët shihnin të pafuqishëm shtëpitë e tyre teksa digjeshin. Çdo flak që përpinte ndërtesën dukej sikur fshinte edhe vitet e mundit, duke lënë pas vetëm zbrazdi dhe dëshpërim. Në atë moment, apartamentet nuk ishin më vetëm mure dhe kate, por histori jete që po shkrumboheshin bashkë me to. Banorët mbetën përballë një realiteti të rënd, ku e gjithë sakrifica e një jete dukej se po fundosej brenda pak orësh në zjarrin që përfshiu pallatin.